po kaq rëndësishëm janë këta dy që duhet të diskutojmë tërë ditën nesër. Po që ka nisur full shumë kohë. Kush Ti, flet kot? vallaj fix ti. Që të ditët e fundit e kum djetë që o ka kërkon një debat me mua. Duke vajt krevat dëgjoj Elionën që gjithmonë mi hedh ato batutat e saj gjithmonë, për ti. Që veç je ka ki qef me jep opinione që s'qëndrojnë as edhe një Për qa fola kot o goce, se ngele vetëm ti duke dhënë opinione, jep të opinion për shokun të ndbroja qik shokun tatë, se sos unë ditë zëri po fare. fix që ajo është pse jetu full kohë. As shokët e tu nuk di ti mbrosh se ke intereset e tua. Sidomos në ca situata shumë delikate. Realisht kur këta kam pas debat, unë nuk jom kun prezent. Ato gjithmonë e kanë mbrojtur Elionën. Ajo nuk e ka mbrojt asnjëherë, sepse ka arritur aty ku do, edhe ata nuk i duhen më. Që kina i problem, hajde fale, oj Po që zemër. probleme të kem me ty unë Që e pra atër mos komento, mojen veti. Ti mos ma luj gango në radhë parë, okej, se si e kërkosh njejtë si une, o gango, se je ka nashtin tash ti mu tu, se mu gjumi s'ka me mëzonë sot. Po marrë parasysh që debati ka ndodhur para 2 ditëve, ato e kanë pas një lloj inatit që disa kohë. Nuk em ka pëlqy as pak se qysh u zhvillu edhe niveli debatit. Unë s'jam budallaqe, se po të dua edhe ditë të flas qaf shof, kështu që qepe me mua. Unë thjesht shof të gjitha komportamentit e Elionës këtu brenda, që nuk është ajo goca që hiqet. Gjithë ku fjallë që s'ka ndalë ma përpara për i goje, ku e more ti konfidencë? Unë e marrë vetë konfidencë, s'ka nevojt ma japi kush, a more. Pas parasysh se qysh Eliona debaton, edhe qysh është shumë protektive për vetën, edhe pse e bëj këtë qysh gjua trupit, reagimet, më leshin me nënkuptu paka shumë që Eliona është unin si klepi që aty në fjallëve dëllqes. Po, me ty ka mu mirë, fix me ty, ti se pi fut unë gjithë ka, me ty ka mu mirë. U që vesh pici rrugja? Mund të kalkuloj edhe qa vesh për të duk më cute kur debaton me tjerë, që duket pak më e vogël, më kështu indifezo. Janë shumë e fort, edhe për këtë po i thojnë të gjithë bravo, se ne që pas kemi qenë gjithë budallë. Kjo s'di me fol, kjo s'di me qesh, kjo s'di me fol shqip, kjo si li dy fjallë. Kush më e tha? E kush t'ka thonë? Kur ta kom thonë? Ma thuj, kur ta kom thonë që ti s'de të fol shqip? Kjo që hapi gojen. Unë, porka putana, po që ta hapi gojen për flishtirat e tua? Porka putana thuhet, edhe të bjerë kjo thu, o, porka putana. Porka putana është thjesht një exclamation që e përdorim. Nuk i ka thonë putana asaj. Porka putana nuk jetë u ofendu dikan. Ti po e komenton që të 19 vjeqare, ape shë ku është këndërsimi? Tipe si puna jote, unë i njohë para se të flasin. Po, kështu që bënë si engjëllore, mba djetro janë Po kush është engjëllore, moj vetë keni bu, moj më andej, mund t'i nkantosh këta tjero, ti po s'mi nkanton mua. Po kjo është natyra jam edhe që kjo është Eliona. Nuk ka tata dhez, Jennifer Lopez, e ke kot ti me këta. Nuk ka tata dhez me Dolçen. Nuk e di fakti që krejt kanë kesh. Nuk ka pas as edhe një moment që kom dash me ndërhy, kom pas qef me Ilon qikat vetën, mu paka shumë mu keshke me do fjallë dëllqes edhe me mënyrën se qysh dëllë që i thejke do fjallë. Nuk ka të ta dhez. Nuk ka të ta dhez, Jennifer Lopez, me mu e ke shumë keq. Ti mund të mashtrosh këta. Mu nuk më mashtron. Ja, skena që shkon vetëm atje, qanë. Alba 2, versioni 2.